Si janë 24 orë nga jeta e një votuesi? Kjo është pyetja që shtrohet që në nisje të komedisë satir Kabare, e cila me humor të mpret dhe realizëm godet thelbin e përditshmërisë shqiptare. Shfaqja hyn thellë në ndërgjegjen e publikut duke ballafaquar aktin e votës me hapësirën ku jetojmë dhe pasojat e zgjedhjeve tona ndër vite, e bazuar në poemën satirike të Teodor Kekos e të tjera dhe ndërtuar nën konceptin regjizorial të Driada Dervishit. 24 orë nga jeta e një votuesi trajton problematikat shoqërore e politike me një hollësi të mpret, duke krijuar jo vetëm të qeshura, por edhe reflektim. Komunikimi drejt për drejt me publikun e shndron shfaqjen në një pasqyrë ku secili sheh veten dhe historinë e tij. Një kujtim të vockë. Për aktorin Giuliano Brisku, i cili heq dhe vesh disa role brenda komedisë, forca e shfaqjes qëndron te momenti kur publiku kupton se çdo zgjedhje e bërë pa u menduar prodhon të njëjtat pasoja. Rrugtimi i gjithë Shqipërisë që nga koha e komunizmit deri ditën e sotme, se si janë zgjedhjet në Shqipëri. Sikur kjo shfaqje të ishte një ditë para votimeve, do të thoja që shumë spektator do të votonin shumë ndryshe. Ne harrojmë shumë shpejt, harrojmë gjitha të zezat, që është një reflektim shumë i fortë për njerëzit ose për vlerën e vërtet të votës. Për aktorin Arben Derhemi, teatri merr kuptim vetëm atëherë kur arrin të zgjojë vetdijen dhe të nxjisë përgjegjësi individuale për te i duar trokitjes së çastit. Ti vjet gishti kokës. Kemi bërë një ravizim të gjithë historisë, votimeve, të qeverive, të mënyrës se si është qeverisur ky vend. Teatri ka për detyrë që të bëjë një katarsis dhe t'i drejtohet njerëzve me disa pyetje. Autoironia mbetet një nga armët më të forta të shfaqjes, duke ftuar publikun të qesh me veten për të kuptuar më thellë realitetin. Vargjet e Teodor Kekos sjellin në skenën e Artur Binës nga data 13 deri më 18 janar, historinë e një populli dhe rrugëtimin e tij përgjatë 35 viteve të fundit, duke kthyer 24 orë nga jeta e një votuesi në thirrje për reflektim qytetar.